Sara, megjithatë un kam shumë pyetje, po më jep edhe një koment tani që ka kaluar koha. Si arritet të merrja aq shumë vota? Pra, njerëzit ndoshta nuk e dinë që është dhe sistemi i tillë. Pra që vota që po të ishte e zëm, po marr një shembull, po të ishte Arbi Mazniku jashtë, do ishte ai më i votuar i kam unë për shtypjen, sepse do merrte dhe votën e partisë dhe votë si kandidat. Pra nuk është se është që kandidati është i merr gjitha personale, pra janë dhe strukturat e tjera. Por ti si ja dole, se ndoshta ne që merremi teknikisht i dim disa elemente të sistemit. Si ja dole që morë ka shumë votë? Kjo është pyetja që më është bërë mua më shpesh përgjatë gjithë këtij viti. Njerëz që për publikun më shumë, se unë jam i qartë si funksionon. Shiko, unë mendoj që çdo kandidat dhe çdo deputet të kesh përballë nuk do të mund të ta thotë në 100% e vet se si arriti të grumbulloj atë sasi votash që ka grumbulluar. Të them sot që unë mendoja se do grumbulloja 22.600 vota në total bashkë me diasporën, do të gënjeja, sepse sinqerisht nuk ka qenë ky projekcioni im. Me të gjitha ato që unë mund të kisha bërë përpjekjet mia, familja ime, rrethi i miqësisë, të njohurve tanë në qark, sigurisht nuk mundet të ishte imagjinueshme një shifër e tillë. Ato videot e mia kur festoja si e çmendur në kutinë e fundit, patjetër që mund të kisha qenë pak më e përmbajtur, por vinin dhe prej kësaj. Unë arbër ndjeva një frymë në qytet, e cila sot, pse ndoshta edhe nuk e kam thënë ndonjëherë më parë, ja uroj çdo kolegu që ta përjetoj një herë në jetë, sepse nuk kishte emocion më të veçantë për një kandidat që të përjetonte frymën e një qyteti. Që unë do t'isha deputete në Parlamentin e Shqipërisë e kisha besuar që në fushat, sepse unë ndjeja frymën dhe çfarë dua të them me frymën. Të rinj që donin të asocioheshin me mua, të rinj që vinin dhe ju dukej cool të dilin në foto me mua, njerëz që kërkonin me pa diskutim një lloj afrimiteti dhe mua kjo më bënte të kuptoja se kishte qenë një energji e jashtëzakonshme. Nisi fillimisht si një strukturë cilën unë ngrita si një parti, po themi. Unë arbër nuk pash majtas dhe djathas në fushat. Për ta nisur pak dhe aty ku e lash historinë që patjetër Partia Demokratike i pati sinjalet që shumë demokrat po afrohen tek Sara. Tek Sara specifikisht, dhe çfarë ndodhi? Demokratë të kahershëm e kanë shumë të vështirë të votojnë Partinë Socialiste. Për ato idealet e veta, për gjithçka që mund të ketë ndodhur deri në atë moment, por duke vendosur dhe e diku arrija unë ta bëja këtë bilancë arbër, se më thonë shumë si ka mundësi që ti në artikulon që rreth 6.000 vota i ke vota demokratësh, dhe unë mund të artikuloj me siguri këtë. Unë kam qëndruar në ekranet e numërimit të votave 24 orë pa fjetur gjumë, me një ekip vajzash dhe djemsh 110 rinj të angazhuar vetëm si vëzhgues, për të parë votat e emrit tim. Dhe dy këtë dalloja, kur nuk votoj Partia Socialiste, por vi kryq vetëm tek Sara. Dhe unë e kuptoj që ajo është një vot personale që ti ja jep individit, pavarësisht se patjetër unë jam pjesë e Partisë Socialiste dhe unë atë formacion përkas, mirë po pa dëshirën për t'ia dhënë logos në vetveta. Dhe unë e kam bindje që shumë demokratë, për arsye të tyre, dhe jo vetëm për hir të miqësive dhe njohjes me mua apo me familjen time, por dhe për arsye të tyre të revoltës së brendshme që ata kanë, vendosën që t'i shkonin një kandidate e të re. Ashtu si kundër, patjetër, e njëjta gjë ndodhi edhe brenda Partisë Socialiste. Unë e ceka dhe pak më parë, shumë të pakënaqur, ndoshta të mërzitur, të lënduar, unë i afrova të gjithë. Unë kam afruar në ekipin tim thënë në thonjza se kjo situatë nuk duhet kishte ekipe personale në fakt, por patjetër që lista e hapur dhe gara personale e bënte domosdoshme që të kesh dhe një ekip vetjak për te çfarë partia bën. Unë kam afruar shumë potencial që kanë qenë pjesë e Partisë Socialiste dhe për arsye të tyre të konflikteve të brendshme, të mërzive të brendshme që kanë pasur, nuk do të përkisnin tek një kandidat tjetër.